Miqtë e mi, jemi sërish në Madam Podcast. Ju kam thënë që çdo të martë do ta kem ka një musafir special. Sot me mua Antigonën është një njeri të cilin kur e kam pa për herë të parë në televizion, i kam thënë vetes, unë një ditë do ta kem këta në intervistë. Ai është me mua sonte këto. Arjanit Slavniku, mirë se erdhen. Mirë se vizeta. Je njeri që ke bëj buj në gjitha mediat edhe rrjetet sociale me gjitha deklaratat e tua që i ke thënë teoreticient i konspiracioneve. Se s'po ta thom atë emrin tjetër. Kënaqësi që të kom studio. Kënaqësia ime, faleminderit. Gjithmonë më kanë interesu pikpamjet e tuja, sepse ke qenë ndryshe prej tjerëve, ke bëu me qëllim apo kjo të ka spontanisht? Nuk e di, është natyrshmëria ime që të flas atë që e mendoj. Dhe jo vetëm që e mendoj, po atë që paraprakisht jam i bindur se është ashtu, edhe mandej e them pa ndonjë hezitim, sepse matematikat i kam bo mirë edhe nuk hezitoj me thonë publikisht. Bindjet e tua janë të bazuara mbi fakte apo mbi bindjet e tua? Bindjet e mia janë të bazuara mbi një analizë paraprake. Për teoritë të caktuara të ndryshme, të cilat i kom shtjellu, kom dalë në publik, i kom debatu me bashkëbisedus apo debatus, ti them, edhe pse janë rrallë debatet e mia. Po mund t'i shuaj një 3-4 për nështë 8 vite që jam në media. Andaj janë të bazume mbi një analizë paraprake që u pa se teoritë me të cilat dalë në publik janë vështirë për t'u mposht me ndonjë teori shtesë tjetër. Okej, me të thënë drejtën më pëlqejnë, por unë nuk jam një si mace, sepse interesimet e mia janë të branqit të cilin ti e ndjek. Megjithatë, unë na po flasim një ditë me njëherë mas zgjedhjeve në Kosovë. Me thuaj, sa përqen i kanë arrit pritshmëritë e tua këto vota që i kena pa këtë diel? Pritshmëritë e mia kanë qenë të datës 7, të thonë një 6 ditë para zgjedhjeve, unë kom dalë me një analizë edhe shembull konkret që debatet e ndryshme që janë zhvillu në këtë periudhë të shkurtër kohore, analizat nga studiot e ndryshme, unë sa kom pa dhe sa kom lexu, nuk kanë dalë me një rezultat shembull të Drenasit i cili paraprakisht me dalë që me thonë që zotëri Lladrovci do t'jetë fitues pa ballotazh. Unë me datën 7 e kom pas këtë thënie publike në një emision në TV Dugagjini edhe doli ashtu. Po bashkëbisedues të cilët ishin aty, i kishin teoritë ndryshme të tyre, po që ja doli të jetë e vërtet. Pra 12 tetorin në nxori Drenasin me një kryetar pa ballotazh, me të parën. Madej edhe për Prizrenin, për Gjilanin. Dhe më thonë, ke qeni sakt në atë që ke analizute. Po, për Mitrovicën jugore shemë. Kom thonë që ka me qenë problem, bashkë kështu e them, se ka me qenë problem, por që në sekondazhën e vjuse e them që zoti Tahiri do të prinë pak. Dhe kështu doli edhe aty. Pra është 6 ditë para mbajtjes zgjedhjeve lokale në Kosovë, po... Mos e më thuj këto që ke pas fakte, nuk ke mujt me pas fakte, po ke intuit zhvillume. Janë analiza, tash edhe intuita këtu hynë, po edhe analiza e cila mu ma ka, e kom pas fatin,
me studiu në Evropë edhe marrëdhënie ndërkombëtare, edhe shkencat politike, integrime evropiane, edhe një studim Analiza në detyron me lip logjikën. Kurse intuita nuk është e mbështetur në logjik. Absolutisht. Intuita, logjika, matematikat politike, në këtë rast, në zgjedhje kur të flasim, po edhe mentaliteti i popullatës. Mentaliteti i popullatës e ka bo që unë të dalë me deklarim publik se Ladrovci do të fitoj, pa ballotazh. Sepse në këto zgjedhje prapë po ndalemi te rasti konkret, sepse ka qenë diçka që thonë mission impossible. Mision i pamundur, po. Drenasi ka qenë mision i pamundur që Ladrovci të fitoj apo të pri. Po që unë kom dalë me një rezultat prap gjithmonë kundër rrymës së shumicës dhe dola i saktë. Pra këtu ka qenë ajo farë mazha e analizës së mentalitetit popullatës. Po e fute këtë popull shqiptar në inat. Kejtë e rrotlon edhe e bjen ku donaj. Me këtë logjik më duket ka fituar dhe Albin Kurti. Absolutisht po. Absolutisht po. Apo mendon në reni që është uar fundi i Albin Kurtit? Jo, ka kohë dhe pak. Ka kohë dhe pak. Bajegi ka kohë, ku të bajegi mos ta marrim në 3-40 vjetë, se si jemi në një vend ku qeverisët me trashëgimi dhe me dekada nga një person. Po, kur thonë është gjatë se ne paraprakisht e presim një ballafaqim, edhe një ballafaqim me Serbinë, edhe një finale të Serbisë, dhe profili politik që do t'i printe Kosovës në këtë periudhë kohore, më i miri është Albin Kurti, sepse narrativën e konfliktit me Serbinë, më së miri ai mundët me realizu në favor të Kosovës dhe të ndërkombëtarëve. Dhe faktori ndërkombëtar, kuptohet. Ti po do me thonë që Albin Kurti është në agent për ta shti Kosovën në luftë sërish? Jo, Albin Kurti është në agent për ta ngacmu Serbinë. Okej, ta provoku, po, okej. Me ngacmu Serbinë duke e shtri sovranitetin e Republikës Kosovës në cepëm cep të Kosovës. Kjo është në thojza provokim i Serbisë, që ata pastaj do të reagojnë dhe pritet të reagojnë, sidomos pas këtyne zgjedhjeve lokale. Neve dronët paraprakisht na erdhen para zgjedhjeve lokale, dronët të cilat kanë pas me ardhur 3 muaj më vonë. Kjo të paktën ishte deklaratë zyrtare e qeveritarëve tonë. Se dronët të cilët erdhen kanë pas me ardhur 3 muaj më vonë, por erdhen tani. Pra është një mozaik, pjesëza të mozaiku të cilat unë i lidh dhe dal me deklarimet e mia, pra është analizë se dronët nuk erdhen para se me u bë ndrimi i komandës së KFOR-it. Okej. Erdh komandanti general majori turk, zoti Ulutash, cilin kom pas nderë më u taku mandatin e parë. Mandej erdhen dronët, erdhe dhe një arsenal shtesë tjetër, që nuk është për publik. Ushtrimet janë kry paraprakisht në Turqi, edhe një pjesë në Kosovë. Edhe mandej u mbajtën zgjedhjet lokale. Zgjedhjet lokale neve na prodhuan një realitet ri në Kosovë. Cili është realiteti? Realiteti i ri në Kosovë është kthimi i pushteteve lokale në duart të listës serbe në për komunat ku jeton shumica e komunitetit serb, ose komuniteti serb me shumicë
në ato komuna. Pra, kryesisht i kemi... Çka ndryshon kjo? Ndryshon shumë, sepse para zgjedhjeve lokale, qeveria kuvendi i Kosovës mëtoj edhe hezitoj të votoj në kryetarin e kuvendit nga lista serbe. Por e votuan një deputet serb jo të këti klani, të këti grupi, dhe frustrimi i këti veprimi të shqiptarve, në këtë rast, do të shtyj tani një hap tutje komunitetin serb me përfaqësuesit tani më legjitim të tyre në Kosovë, që janë kryetarët dhe këshilltarët komunal apo asambleistët e këtyre komunave të komunitetit serb, të cilët nga zhgënjimi, në thojza, do të reagojnë përmes iniciativës së radhës. Unë po pres që gjatë këtij muajit tetor, ta iniciojnë themelimin e asociacionit komunave serbe. Pra një autonomi brenda Kosovës, jashtë jurisdiksionit të Republikës Kosovës. Pra, Iniciojnë, dhe më thënë, të provojnë. Jo, iniciojnë, s'është me provu inicim. Inicimi është veprim. Okej. Pra, kanë me vepru. Dhe atëherë kur, se nëse, nuk ka mo nëse, po atëherë kur provojnë, sepse ta janë marrë vesh, që ta marrin këtë hap, unë pres që institucionit e rendit edhe të ligjit në Kosovë të veprojnë. Që këtë provokim që po thu ti, që Albin Kurti është i vetmi... Provokim thojza. I vetmi i cili mundet me çu që ata gjendë në fund, a mund të më qenë me rrezikshmëri për Kosovën? A mund të kemi përsëri jetrat e humbura, një luftë reale, konkrete? Tani, unë për masat e këtij konflikti nuk i di. Se a do të ketë konflikt? Po. Të armatosur? Po, sepse pa konflikt të armatosun nuk ka logjik që Serbia të mbetet një oazë e rrethuar nga shtetet anëtare të NATO-s. Pas këtij konflikti çka? Kur gjo, e kem një Kosovë të zgjeruar me territore, nga pjesa e Sanxhakut, ka pjesa e Luginës, Preshevës. Unë po pres që edhe Macedonia të merr kohje tjetër, se jo zyrtarisht ne kemi një farlloj, në thojza, marrëveshje Kosovë-Bullgari për Macedoninë. Dhe ajo marrëveshje duhet me ushty përpara. Ti po thu që mas kësaj lufte do t'i bashkangjitet Kosovës edhe pjesa e Serbisë Jugore, Sanxhaku? Po, është e pa logjikshme dhe e pa mundun që tani po thom Albin Kurti, po përfaqësuesi i qeverisë Kosovës, t'ja bëjnë një nder kaq të madh faktorit ndërkombëtar pa një feedback, pa një pazar. Pazari do t'ishte që këto dy pjesë të krahinave të dikurshme, të asaj Shqipnie të dikurshme, t'i bashkangjiten qoftë me një autonomi speciale brenda Serbisë, qoftë me një bashkangjitje të drejt për drejt territoreve të Republikës Kosovës. Çka bëhet me pjesën e serbëve të mbetur në Kosovë atëherë? Asgjë, ata që dojnë me jetojnë çish po jetojnë sot. Kush si prek, kush të lashes ju bën, i kanë të drejtat e tyne, këta tërkohën vajtojnë për televizionet e ndryshme në Serbi dhe tjera, se na jena të shtypun, po ajo shtypje nuk po duket askund, për vetë faktin se
ata ushqehen 3 herë në ditë si ne familjet tona, dhe atë ushqim ata e blejnë për marketet ku i blejmë ne. Pra frekventimin e kemi të njëjtë për 26 vite, dhe unë nuk po shoh ndonjë incident të paktën gjatë këtyre shitblerjeve që i bojmë. Veshmbathjet i bojnë në të njëjtat lokale ku i bojmë ne. Pra, unë pyetjen të cilën javë kom parashtru atyne, është kjo, me sa vjen. Ju ushqimet i bleni bashkarisht ku i blejmë ne. Prap veshmbathjet gjithashtu. Veturën e rregulloni tek automekanikët shqiptar. Naftë dhe derivate bleni në për pompat ku janë 99.9% shqiptar, punëtor dhe pranar. Unë nuk e di pse nuk dilni ju me pi kafe në për kafiterit e vendit. Nuk shëtiteni në për korrëzat e qytetit tonë. Pra, logjika është që ata duke e vetë viktimizu vetën, përfitojnë financiarisht nga Serbia. Sepse ky vetë viktimizim i ndihmon në pushtet Vučićit atje. Se sa herë që ka probleme, apo të paktën ka pas probleme, Vučići në Serbi, me serbët e Serbisë, ai e ka hedhë një kartë tek serbët e Kosovës për ndonjë incident të hipotetik, dhe mandej fokusi është kthye gjithmonë ka Kosova dhe është harru problemi i brendshëm. Po tani për të është, për Vučićin është gjithçka vonë. Gjithçka vonë sepse me 15 dhjetor bëhen fiks 12 muaj, pa asnjë ditë më shumë apo më pak, të protestave të përditshme në për qytetet e mëdha të Serbisë, kundër Vučićit. Por është një ndarje ideologjike ekstremisht e madhe, hendek i madh, ideologjik të serbët në Serbi. Pro Vučić dhe kundër Vučić. Pra, kjo nuk është bo, sipas meje, nuk është bo pa hir. Është Vučić ai që do ta pranojnë fakt Kosovën si pambarën? Kosova është pranuar si shtet i pavarur nga Serbia. Nga Serbia? Po. Jo zyrtarisht, se është në kushtetutën e tyre pjesë e Kosovës. Kosova ala pjesë e Serbisë. Tani hime dha tjetë kushtetuta e Serbisë, po shikoni, në aspektin ligjor, realisht qeveria, kuvendi, presidenca serbe e kanë thy kushtetutën e tyre. E kanë shkel, dhe gjithë ata duhet me dhonë dorëheqje, ligjërisht. Sepse targat, Republika e Kosovës, tabelat, këto letërnjoftimet, dokumentet e udhëtimit, letërnjoftimet, pasaportën, Republika e Kosovës njihen zyrtarisht në pikat kufitare serbe, të Serbisë. Kjo as është indirekt është, po zyrtarisht. Po pra, de facto, këta e kanë përfundu punën me Kosovën. Ta e kanë përfundu, ka marrë fund ajo punë. E pse atëherë luftë? Sepse po i do aleatëve tonë që na kanë shliru. Kush janë ata aleatë? Amerikës, po thumë. Po aleatëve ndërkombëtar perëndimor, unë 2023-ën kom dalë me hartë. Është lufta, a ka me ndiku Rusia, apo jo? Jo, sepse në ditën e premte të 10 tetorit, Rusia i ka dërgu letër zyrtare presidencës edhe qeverisë Serbisë, Putini, përmes ambasadorit i Bocan Harçenko, që është në Meselin në Beograd, se deri me 1 vjetor, Rusia e furnizon Serbin me gaz dhe me naftë. Prej 1 vjetorit nuk ka mo furnizim. Në anën tjetër, në mandatin e presidentit Koštunica, ai ja ka shitur Gazpromit rus, nisin rafinerinë e naftës dhe gazit të Serbisë, ja ka shit Gazpromit. 53%.
Pra, ligjerisht, Rusia dhe Putini janë pronare të rafinerisë së gazit edhe naftës në Serbi. Dhe ai nga 1 vjetori po ja nal çepin. Shkaku Shkaku i mosdëgjueshmërisë së Vučićit dhe lojrave diplomatike të cilat ai i ka bë gjatë të paktën 3-4 vite. Të cilën e ka Rusia për shkak të Ukrainës. Kinse, sepse Europa furnizohet me gazin rus, po indirekt. E blen trefishin, e blen nga India. India prej ka e merr atë sasi të gazit që i ashet Europës? Nga Rusia. Pra, e keqja e krejt kësaj loje të Ukrainës është Europa. Pra, Europa e ka psu 4 fish, keq, në dëm të vetës, por në dobi të disa korporatave multilaterale që kanë përfitu. Miliona, miliarda, por edhe teritore brenda Ukrainës. Për ta lidhur këtë temë, do doja të pyes, cili është mendimi yt, kush është armiku kryesor i shqiptarëve, kosovarëve ose i shtetit Kosovës? Konica e ka kallëzu këto. Vetë shqiptarët. Alas kemi luftu me veti, me njëri nër veti, po mendoj prej ndoshta shive ose... Pak shaka, edhe pse ka këtu një gjysmë të vërtete, sepse, ideja e shqiptarëve të Kosovës dhe e Kosovës, e Luginës Preshevës, e Sanxhakut, e Maqedonisë, e Çamërisë dhe pjesëve tjera të Malit Zi, ku janë shqiptarët. Ideja dhe ëndra e tyre është që të jemi të gjithë bashkë rreth nënës Shqipëri. Që s'kemi qenë kur. Po, s'kemi qenë kur, asnjëherë. Por edhe lufta e 99-s është nisë me këtë ideal dhe me flamurin kuqezi. Pra që ta shporim armikun dhe të bashkangjitemi me Shqipërinë. Po kjo ka u zëra. E tretën politikanët edhe u bëm shtet i pavarur dhe sovran. Armiku, për me lidh këtë pyetjen e juaj si përgjigje, armiku i shqiptarëve del të jetë vërtet shqiptari, po jo shqiptari i trojeve të coptuara nga ama, po vetë ama. Pra nga 90-ta e këndej, nga tranzicioni komunist në demokratik, ne kem pa një vazhdimsi të shkatrimit, demolimit, përbuzjes dhe abuzimit me pasunit toksore, materiale dhe jo materiale të politikës shqiptare në Shqipëri. Pra, na del që atje nuk ka përfundu tranzicioni fare, po veç është bo një transformim i emërtimit të sistemeve. Derisa akteret kanë qenë të njëjtë. Po do më thonë që është Edi Rama diktator? Po Edi Rama, Sali Berisha, Ilir Meta, të tjerët, të cilët nuk kanë arrit, shembull konkret. Ta marrim konkret. Në zgjedhjet e fundit parlamentare në Shqipëri, kandidat për kryeministër i Partisë Demokratike nga opozita doli Sali Berisha. Pyetja e ime që ka qenë edhe në mediat e Shqipërisë. Mos t'i cekë me emrin. Po edhe të Kosovës ka qenë kjo. Çfarë kërkon një person i cili ka qenë në pushtet dhe në opozit, akter politik kyç në Shqipëri për 35 vite rresht dhe prap kandidon për m'ia përmirësu jetën shqiptarëve. Çfarë kërkon? Çfarë kërkon? Çka po ta merr mendja ty, çka kërkon?
kërkon pushtet Pse? për pasurim dhe për ruajtje të mirëqenies së tij të cilën e ka kriju për 35 vite. Dhe shqiptari i gjorë i Shqipërisë vazhdon me mbajt shpresa të një personalitet për 35 vite që nuk ka arrit mja përmirësu gjendjen ekonomike, sociale, kulturore në shtetin ku a i ka qeverisë. Do thonë, në njërën anë, nuk mundet me u fajsu ndoshta kandidatura në fjalë, apo politika shtetërore e Shqipërisë, sa mundet me marë fajin, apo sa mundet me ju bart faji vetë qytetarëve në Shqipëri, votuzve. Pra, për reforma, për me lyp, me kërku më të mirën, për me i thonë jo diçkaje, por sistemi komunist, i cili ka vazhdu në emër të demokracisë, ata nuk i ka eduku se sistemi demokratik, në sistemin demokratik, guxohet t'i thotë edhe jo edhe kryeministrit, edhe presidentit, edhe ministrave, edhe kryetarit të shtetit, kryetarit të komunës, edhe nënkryetarit të kuvendit. Pra, një zë ndryshe kam prit nga shqiptarët e Shqipërisë, të cilët unë jam kritik mjaft i tyre, të cilët neve në Kosovë, neve, shqiptarëve të Kosovës, tentonin dhe mëtonin, tani më jo në atë intensitet, të na shesin leksione demokracie. Neve. Po. Neve të cilët i krymë zgjedhjet lokale në mbar teritorin e Kosovës, pa as edhe një incident. Një sen që e kom vrejton e të politika kosovare, është se thua se në çdo zgjedhje kemi fytyra të reja. Kemi fytyra të reja, politikan të ri. Po prodhojmë se jemi kreativ. Kurse në Shqipëni mungon, vërtet mungojnë emrat e njëjtë sillen që shumë vjet, po ashtu gjatë tjetër që e kom vrejt është që për shembull serbët neve na urrejnë shumë më shumë se sa i urrejmë në ata. Nga vetë fakti i lojrave sportive të cilat ndiqen edhe përcillen me shumë vrull, na veçëdojmë veten edhe i kënojmë vetes edhe i kënojmë herojve tonë, kurse ata gjithmonë kënojnë kundër neve edhe dojnë me na vra neve, dojnë me na prej, dojnë me na zhduk. Na nuk kemi as i kong që kajnë ata, edhe me thënë të drejtën e kuptoj që na urrejnë shumë sepse për me urrejt dikon duhesh me qenë maj mirë se ai, ose s'paku duhesh me konkuru në diçka. A mendon ti që kjo urrejtje që e kemi si popull nër vete, ka të bajnë pak me këtë? Po kthena pak një histori. Ktheu. Në mesjet nuk ka pas popull. Kombe. As kombe. Ka pas fe, besime. Dhe fiset e ndryshme të mesjetës janë të bua, po janë rreshtu për krah besimeve të cilat i kanë taku ata. Të cilës i kanë taku ata. Shembull, të krishterët katolik kanë qenë në një tabor. Hebrenjët në tabor në vete. Muslimanët në të vetën, derisa dhe ortodoksët në taborin e tij, por kur ka pas ndonjë konflikt më të zgjeruar, atëherë të krishterët kanë ditë edhe me u simbiozu, me u bë një. Okej, ortodoksë dhe katolik. Po pra, sepse vonë është do mandej kisha në lindje dhe perëndim, e që vija e ndarë se bie pikërisht edhe në Kosovë. Shqiptarët dhe serbët gjatë asaj periudhe janë ndarë në besime. Pra, shqiptarët i kanë taku 3 besimeve, 4, e 5, Bektashi plus mos tim tash edhe 9 besimet. Lufta e Kosovës, shembull, Lufta e Kosovës ka ndodhur që në taborin Osman,
perandorisë osmane të ketë edhe shqiptar musliman, po në taborin e ortodoksëve, sepse ajo ka qenë përballje fetare. Lufta e Kosovës shembull e mora. Lufta e Kosovës nuk ka pas shqiptarët kundër serbëve. Nuk ka qenë ajo luftë. Po kanë qenë luftë muslimanët kundër të krishterëve. Kundër të krishterëve. Dhe në taborin e krishterëve, në atë tabor thuhet se ka qenë edhe baba i Gjergj Kastriotit, Skënderbeut. Kanë pas princra shqiptar të tjerë, Gjergj Arjaniti dhe të tjerë, që kanë marrë pjesë në atë betejë. Po edhe martesat kanë qenë të përzira. Kanë qenë shembull, vajza e Gjergj Arjanitit, Angelika, ka qenë për mbretin serb, bile edhe plak, edhe i verbër. Ja kanë dhonë një vajzë të re, Gjergj Arjaniti vajzën e vetë, edhe sot serbët në besimin e tyre ortodoks e kanë të shejt Sveta Angelika. Pra Angelika e shejt. Pra është vajza e Gjergj Arjanitit ajo. Gjergj Arjaniti ka qenë edhe baballaku i Gjergj Kastriot Skënderbeut. Gjergj Kastriot Skënderbeu e ka pas një djalë Gjonin. Gjoni e ka pas për grua vajzën e Toma Preljubovicit, Irena Paraglodjan, serb, gru serbe, vajza serbe. Pra, Gjon Kastrioti dhe Irena Paraglodja mandej nga kjo martes, cila është mbajt në Napoli, pas zbarkimit të tyre nga Lezhë, në Napoli e ka prodhu nga kjo martes ka dalë një djalë i tyre me emrin Gjergj Kastrioti i Riu. Pra, nipi i Gjergj Kastriotit. Dhe kështu, këto martesa të marrjes edhe dhënies me serb dhe shqiptar me sjeta i ka njoftë si diçka normale, sepse dyert mbretërore janë martu, kanë marrë edhe kanë dhonë, princrit kanë marrë edhe kanë dhonë ndaj njëri tjetrin. Po nuk mundet me u kuptu në kjo martes apo kjo marrëdhënie shqiptarës serbe e mes jetës nuk ka logjik të vazhdoj në vitin 2000. Pse? Po viti 2000 e ka nxjerrë Kosovën dhe shqiptarët me një memorje të shkurtër të një gjenocidi dhe masakre nëpër Kosovë, kudo. Dhe viti 2000-2001 ne përjetuam mandej edhe një shok shtesë kur shkodranet martoheshin për ortodoksët e Maqedonisë dhe serbët në Serbi. Edhe sot është aktuale. Pra, po ishte goditje e madhe për ndjenjat kombëtare të cilat i kishim sidomos pas luftës. Dhe ajo na krijoi një zhgënjim shumë të madh, të thellë, që shqiptarët e Shqipërisë e arsyetojnë me, po ata janë me prejardhje serbe e tjera. Unë nuk di me çfarë prejardhje janë, ata e kanë me emnat shqiptar, mbi emnat shqiptar dhe një besim edhe shtetësinë shqiptare dhe një besim të krishterë. Dhe që pranojnë të martohen për një serb. Në fakt, unë në Gjilani kam komshi. 2 motra janë shqiptare të Shqipërisë që janë për 2 vëllezër serb. Dhe kjo është ajo paradoksi i cili e ka ndjek këtë popull, po që unë them edhe kom ngushtu veten Zoja Antigon me këto veprime të shqiptarëve të Shqipënisë, e kom ngushtu veten me këtë thënie, që është fakt shkencor, se populli shqiptar i Shqipënisë i mbajtur i izolum prej 50 vitesh dhe pastaj i goditun me informacione
të një pas njëshme, premtime dhe mos realizim, premtim dhe mos me realizim, si një fëmije kur i thua kome ta blej një çokoladë ose një lëpis dhe nesër do ta blej, nesra bëhet dhe jo pas nesër ose sonte në mbrëmje ose nesër, fëmija zhgënjehet dhe demoralizohet. Me atë fëmijë, ti je në gjendje çfarë dush të bësh më, sepse ke demoralizu. Dhe me emocionit e ti mund të luash si të dush. Mund ta fusësh në vaj, mund ta gëzosh. Pra, kjo ka ndodhur me popullatën në Shqipëri nga elitat politike, në thojza elita, nga ata që i kanë udhëhequr me një diktat të deep state-it, të cilin deep state unë e kom nxjerrë edhe një botim të librit, plani i madh deep state, dhe aty tregohet në detaje se në fakt kush janë këta deep state dhe çfarë kërkojnë. Deep state është? Është qeveria e thellë apo qeveria nën hije, apo një udhëheqësi në tavolinë që nuk e shohim, po në fakt me daljen e këtij botimi, të cilin e kam nxjerr tani më është në shesh dhe hap tazi se në fakt kush janë. Ti e të thonë që ekziston një qeveri e cila në fakt na nuk e njohim. E njohim tani, zyrtarisht. Me emna? Po, me emna, me mbiemna, me organizata, me agent, me si është kriju, kush prej ka ku kanal. Qeveri është botnore apo është, flasim për rajonin? Jo, është botnore, është botnore. Një të dash më thanë që ekzistojnë disa njerëz që vendosin për jetën atë tona, Absolutisht. e na nuk e dim që ata vendosin? Nuk e kem ditë deri para ndoshta 20 viteve, 25 viteve, po e dim. E dim sakt. Kush janë ata? Ato janë elitat e familjeve kazare me prejardhje, genetikisht ata janë prejardhje selçuke. Vijnë nga rajoni i Kaukazit ndërmjet detit të Zi dhe liçenit Kaspik, është shteti i mesjetës Kazaria i thonë. Dhe nga i territor është buru ka dalë një popull i cili është me prejardhje selçuke nga Ngjigjiskani, nga ardhja e lindjes së largët, në pushtim të Rusisë, të Tartarisë së atëhershme, po që kanë qenë të pa fe. Dhe për të mos paguar taksa dhe tatime dhe për të mos ju nënshtruar pushtetit të atij territori, ata kanë pranuar që të marrin besimin e hebrej. Të mos i përshtaten asnjë pjesë të atij territori, as muslimanëve, as të krishterëve, po të jenë unik në thojza. Ata pastaj kanë tentu të marrin Jerusalemin, por që nuk kanë arrit dhe kanë mësy pjesën e Evropës nga pjesa e Polonisë dhe Ukrainës, kanë mri në Gjermani dhe në Gjermani janë shtri në qytetet mëdha, po që mbretërit e atëhershme gjermane. Që i ka luftu mësë në Hitlerin? Urdhoni? A i ka luftu ata Hitlerin? Po, ata mandej bëhen të zotët e pasurive të popujve në Evropë, deri tek mbreti George arrin, mbreti George i Britanisë madhe, dhe i shtrojnë influencën e tyre dhe pra planifikojnë se si do të arrin qëllimin final të tyre, që është Jerusalemi, që në fakt sot janë aty. Është po ky popull që për kryeministër të një shteti artificial të quajtur Izrael e ka Benjamin Netanyahu, i cili e ka një mbiemën origjinal me veç në fund. Pra është me prejardhje nga Polonia. Por që një vetën si të hebrejse, si popull autokton i Izraelit, që në fakt... A janë zgjedhur hebrejt? A janë populli i zgjedhur? Populli i zgjedhur është populli hebrenjët, autokton janë populli i zgjedhur. Hebrenjët semit, origjinal, autokton janë populli i përzgjedhur. Por prej kujt përzgjedhur? Prej krijuesit.
se përmenden në të gjitha librat fetar, të paktën në 3 librat fetar. Po dhe më thonë me qeni përzjedhën për krijuesi. Me pas privilegje nga krijuesi, po ka rrshi privilegjeve me pas edhe përgjegjësi. Përgjegjësit janë shtrirja e drejtësisë në tokë. Këta, duke qenë të privilegjuar, kanë shtri ndikimin e mesjetës dhe para mesjetës përmes fajdeve dhe kamatës. Prandaj Jezusi... A je të folë për masonët? Jam të folë për familjet me preardhje hebreje që nuk janë autoktone, janë khazare. Familjet hebreje, autoktone, që krijuesi i ka përzgjedhur si të përzgjedhurit e krejt botës, e krejt popujve në botë, këta në fakt e kanë lshu vendin e tyre autokton, pra Palestinën e sotme, dhe janë shpërngulur në shtete të ndryshme janë shtri. Ata sot gjindën në Yemen, gjindën në Arabinë Saudite, gjindën në Iran, gjindën në Jordan, gjindën në Egjipt. Amerikë? Autoktonët, jo. Autoktonët janë përreth shteteve të lindjes së mesme. Në për shtetet e lindjes së mesme, në Liban... Po më intereson kjo qeveria e thellë, ose që kjo qeveria energie. Po. Është e përmbame vetëm për këtyre lloj njerëzve? Po. Si e ka emrin e organizata? Masonieri, templar? Jo, këta janë ndarë në për grupe, është e përshkruar shumë mirë në libër, të janë në për organizata të ndryshme dhe në për grupe të caktuara, por që gati pothuajse 99.9% e kanë një qëllim të përbashkët. Jerusalemin dhe qeverisjen botërore nga Jerusalemi. Dison është një thënie profetike e profetit Muhabet, paqja e mëshira e Zotit qoftë mbi të, i cili thotë se me daljen e Dejxhallit, bota do të qeveriset në tokë, me daljen e Dejxhallit në tokë, antikrishtit në tokë, bota do të qeveriset në 3 periudha. Në 4 ditë, më falni. 40 ditë. Për 40 ditë. 40 ditë. Një ditë sa një vit, një ditë sa një muaj, një ditë sa një javë, dhe ditë të tjera si ditë të zakonshme. Na mesin 37 ditë. Një ditë sa një vit, e kem qeverisin e mbretërisë së bashkuar angleze, edhe përmes funtës, edhe përmes flotës detare, që e ka përshkru krejt botën. Pra sot e kem Commonwealthin, Australi, Zeland 3, Indi, Pakistan, ku do ka qenë? Koloni, po. Po pra, Kanad, e tjera. Afrikë Jugore. Pra, kjo periudhë ka qenë një ditë sa një vit, ka qenë një vit, i kemi 365 ditë, 365 vite, 360 vite ka qeverisë mbretëria angleze në botë. Transferimi është bo pak para luftës së dytë botërore, me marrëveshjen Bretton Woods, që njihet marrëveshja Bretton Woods, është zyrtare, publike, është marrëveshja që është arrit në New York, në hotelin Bretton Woods, ku janë mbledhur të gjithë përfaqësuesit e shteteve të atëhershme, të Ligës së Kombeve, dhe e kanë vendosur që vlerës së paras të jetë barazvlefshme me gram të arit. Dhe vlera paras në nivel global, apo botëror, të njihet dollari amerikan. Pra, aty njihet, unë të paktën e shoh si pikëkthesa e transferimit të pushtetit botëror nga ai britanik, që ishte për 360 vite, në amerikan. Pra, një ditë sa një vit kaloi, një ditë sa një muaj, 30-35 ditë, 30 ditë, e kem një pushtet amerikan për 32-3 vite që ka qenë absolut në botë, askush që ka thonë, cev nuk ka nguxu me i bo, po që me rëmjen e kullave binjake bie dhe ai shkëlqimi i madh i
i SBA-ve, sepse fillon pastaj fushata e pushtimit të lindjes së largët dhe lindjes së mesme pa ndonjë fakt të cilin paraprakisht e kishin përmend. Bin Ladeni thonë që është nga Arabia, po luftohet Afganistani, luftohet Pakistani, Iraku dhe Siria luftohen në emën të armëve të shkatrimit në masë që kur si kena pa. Pra një farë proxy war që nuk kanë mujt me arsyetu dhe bija imazhi i shkëlqimit të një shteti që sjell demokraci dhe rend në botë. Dhe tani është faza kur me Donald Trump, kur fillon edhe rënja e atij shkëlqimi, rënja fatale, përmes aferës së ishullit Epstein, ku involvohen të gjitha figurat e ndritshme të Hollywoodit që edhe unë edhe ju dhe të gjithë i kem pas idol, dhe në momentin kur të paktën unë, kur i kom pa emnat e tyre në listën e frekventuesve të atij ishulli, ku e kanë shfry epshet e tyre seksuale me fëmijë 5-6 vjeçar, 10 vjeçar, djem dhe vajza, jetim, atëherë paramendojnë çfarë ndjenje kom mujt me pas unë dhe të tjerë çfarë kam pas atij ekspozimi. Dhe thuhet se ky ishull dhe aktorët e atij ishulli janë të gjithë të lidhur me hebrenjët, me këta kazarët. Por Jeffrey Epstein është i martuar për Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell është vajza e Robert Maxwell. Robert Maxwell është një spion hebrej e tjera. A është ky ishull Sodoma e Gomora e kohës sotme? Jo. Pse po më thu ka marrë dëgjalli? Se ka ardhur. Ku është? Është në Jerusalem. Çka na pret pra? Na pret kjo që po na pret, që po e shohim. Të bëhet gjenocid para syve tu, edhe ti thu jo se kjo s'është kur gjë, Izraeli na duhet me mbrojt. Kush po thot ashtu? Gazetaria Kosovës. Gazetaria evropiane. Deri dje, ju, gazetarët, e keni arsyetu, deri dje, jo sot, po deri dje, e keni arsyetu veprimet e qeverisë Netanyahu mbi palestinezët. A s'është ashtu? Kjo është dëgjalli. Kjo është antikrishti. Kjo është ajo forma që ti i nënshtrohesh agjendës së tij. Dhe mos nënshtrimi i agjendës së tij pason dëshkimi. Siç mori ndëshkimin e vogël, po më të madh gjatë janarit të tutje, e merr Irlanda, Spanja, rradha. Shtete tjera të cilat i kanë dëbu ambasadorët dhe i kanë mbyll ambasadat e Izraelit. Dhe kanë shpall Netanyahun si akter i gjenocidit kundër palestinezëve. Mu më duke që e ke shumë të letë me ja qitë fajnë gazetarëve. Nëse ti thu që Albin Kurti është ai që është e majt agjendën e dikuj atje që i konvenon me hekë ndikimin rus në Evropë, edhe Albini është e provoku një konflikt mundshëm me Serbinë për të mbështetur agjendën e dikuj miq ton ose thujese, atëherë mendon që gazetarët kanë mujt me dhanë një mendim tjetër posa asaj që është dhanë nëpër media, edhe kanë qenë faktor në këtë pikpamje. Gazetaria është mision i shtrejt. Të paktën unë kështu e vlerësoj. Është i shtrejt. Është zoni që përçon një mesazh, një porosi tek dëgjuesi apo shikuesi. Dhe ky zo duhet me qenë real me situatën në të cilën ai gazetare përshkruan. Dhe këtu ka ndodh në këtë ngjarje të fundit makabre, ka ndodh deformime dhe devijime nga ky mision i shejt. Pra, qysh
qysh spjegohet, ose qysh mundet me u arsyetu bombardimi i një spitali ku ka pas fëmijë nën përkujdesi. Cila o logjika? Qa duhet me i thonë kësaj? Ose një shkollë? Mu po më frikon fakti që ka ardhe gjalli. A është për mu frigu? Jo, absolutisht jo. Jo, absolutisht jo. Vetëm duhet me qëndru ne në të drejtën tonë. Jo, absolutisht jo. Emri i tij unë e kom thonë para 3-4 viteve, kom edhe video që e dëshmoj, po absolutisht, ajo është fetar. Profeti Muhammed na ka tregu me thënjet profetike të cilat janë autentike të tij. Në librat e përmbledhjeve Sahih Buhari, kështu i thuhen, aty në librave të thënjeve profetike, ku ai e spjegon në detaj edhe pamjen e tij. Po pse hoxhallarët tonë na kanë përshkru Dejjallin si diçka me vesh t'gatë, e me një sy njën ballë, që tu si ai filmi Ciklopi që e lujke Bekim Femiu. Me të drejtën, unë nuk e kam menduar asun që të vinë fizikisht. Jo, ajo është person. Në momentin që thuhet, si e ka emnin? në momentin që thuhet të krishterët e njohin me emrin Antikrishti, do të thonë diçka që është kundër Krishtit, kundër Jezusit dhe doktrinës së krishtere, nënkupton se ai ka me qenë fizikisht kundër Krishtit, sepse edhe të krishterët, po edhe muslimanët e besojnë në ardhjen edhe një herë ringjalljen e Krishtit. Krishterët thonë ringjalljen, ne i kthemi, muslimanët i thonë rikthimin, sepse ai s'ka vdek. Nuk është gozhdu aty në kryq qysh e portretizojnë të krishterët. Pra, po të dyja këto besime i besojnë ardhjes, shfaqjes së Krishtit. Pra, i Krishti, Jezusi, apo Isa a.s. do të ketë një përballje me Antikrishtin, me kundërshtarin e tij. Kush është Antikrishti? Antikrishti nuk mund të jetë muslimani. Po kush? Është hebrej. Është i besimit hebrej. Kallëzëm kush është Antikrishti? Po pritet, aty jam unë, s'po iki, këtu jam. Mesiha është ky Antikrishti. Mesiu është i dërguari i Zotit për hebrejnët, që këta po e presin me shpall, dhe këto e shpallin besimtarët hebrej. Mesia, ky është Mesia. Ky është i yni. Dhe ai është tani duke u performu në Palestinë. Ky që po flasun, Dejjalli. Po pra, ky është duke performu. Atje duke majtë konferenca me mira besimtarë. Unë e ndjeki ato shpesh. Për 4-5 vite më duke e ndjek. Dhe unë besoj që, ndoshta e më gabim, po me karakteristikat të cilat i ka spjegu profeti Muhammed. Mu më del që ai është, sepse profeti Muhammed na ka thonë kështu. Antikrishti apo Dejjalli do t'jetë 30 dhe 32 vjeçar. Fizik. Okay. Me pamje fizike. Ai kur është faqi ka pas ato vite. Kur unë e kom taku virtualisht në media. Ka thonë do t'i ketë flokët kaçorrele, zylyfet. Do t'i ketë kaçorrela. Hebrejnët, besimtarët hebrej i kanë flokët kaçorrele. Ka thonë syrin e djallë do t'a ketë të dëmtuar. Në kohën e profetit Muhammed, në mesjet para 14 shekujve, nuk ka pas syze me dioptri. S'ka pas syze me dioptri. Pra, njëri nga sytë, ka thonë, e ka të dëmtuar. Pra, pamja, shikimi, i Antikrishtit, Dejjallit është e dëmtume. Pra, ky person sot ka syze të dioptrisë.
Na thuj emrin më burë se nga çmende. Rav Shlomo Jehuda. Rav Shlomo Jehuda. Keni në YouTube, e keni faqen e tij dhe edhe rabinët 70 vjeçar, 90 vjeçar, një 33-4 vjeçari tash, duke ja puth dorën. Ja puthin dorën. I përkulën 70 vjeçar rabinët e vjetër, pleq, i nënshtrohen atij. Pra, ku po shkon njerëzimi? Njerëzimi po shkon në udhëheqjen e Dexhallit në një ditë sa një vit, një ditë sa një muaj, një ditë sa një javë. Një ditë sa një javë, Çka mund me na shpëtu? një ditë sa një javë, mos e mik piktujt. Edhe ta përfundoj këtë teorinë e thënies profetike të Muhamedit alayhis salam. Një ditë sa një javë është një ditë, java i ka 7 ditë. 7 vjetë. Për personin në fjalë që po flasun, ky është ekspozu në vitin 2023. Në vitin 2030 përfundon mandati i tij. Sepse edhe agenda botërore, apo këta i thojnë agenda globale, agenda 2030, agenda 2030 e kanë një plan global. Agenda 2030 është agenda e digitalizimit. Digitalizimi i monedhës, digitalizimi i dhënave, digitalizimi i gjithë shkaje. Po, me thënë të drejtën... Pra, veç ta përfundoj kjo fjalia e fundit. Pra, nëse funta angleze ka qenë dikur monedhë botërore, është transferu në dollarin amerikan. Nëse sot ende dollari amerikan është valut referente botërore, ndesh në berza, ndesh për gaz, ndesh për naft, atëherë ne po shkojmë te transferimi i tretë, edhe i qendrës së kontrollit botëror, po edhe i qendrës së valutës botërore. Valuta digjitale. Pra, Bitcoin, XRP, Dje për te ka qenë një ramje Bitcoinit. Gjithsesi, deshta me thonë që unë me të kallëzu të drejtën Dexhallin e kam përjetu fare ndryshe. Edhe unë kam menduar që Dexhalli është inteligjenca artificiale. Jo, ne ja kem bogati Dexhallit kështu, në një fotele, nga një fotele, me një kompjuter përpara, me kontrollu krejt botën, sepse është të një tjetër e profetit Muhammed. Thot, ai do ta vizitoj çdo fshat dhe çdo qytet. Përmes inteligjencës artificiale. Na e kem bogati. Ku mund me dit ai kush është Arjan Islamniku? Tash, ajo Mira Murati, ajo shqiptarja, i ka bo nërë shumë këtë botës, ja ka mundësu këti Dexhalli, këti antikrishti, që veç me hy në chat GPT, who is Arjan Islamniku, brr. Ose who is First Channel TV në Kosovë, televizioni juj i famshëm, brr. Del aty Valoni, delni ju, e dalin të tjerët që e keni ngrit këtë institucion. Pra, antikrishti i ka metodat dhe mekanizmat që nga mosdëgjueshmëria, shembull konkret, e Arjan Islamnikut, që isha zoni i parë dhe gati nashta i vetëm, po tani mu bashkan gjetën, pak vetë besa, kundër vakcinimit me COVID-19. Organizatori i parë më the interesant. I protestave. Kam një problem unë me memorien, edhe ti më the sa vakcina i ke marrë. Po ti llogaret e ku më ke thirrë o zoj. Unë mashkull më ke thirrë te Madam, emision Madam. Këto dyja unë një burr. Ka të bëjë me vakcinën? Po ka të bëj pak me vakcinën, me siguri. Tu kanë ngatru me vendse me që kjo monsieur, i thirë të emisioni Madam, po nuk e zuna për të madhe në momentin që e kuptova se i keni 2 vakcina. E kuptova. Okej? E bërë. Pak shaka. Shumë e bukur ishte kjo. Shumë e bukur ishte kjo, po si do që tjetë duhet me u këthy në aty ku ishim, ku po shkon njerëzimi.
njerëzimi po shkon aty ku e tham, pra, qendra globale, kontrolli i qendrës globale, botërore, do të transferohet, si që shu transferu nga Anglia në SBA, tani do të bëhet transferi nga SBA-ja në Jerusalem. Dhe transferi i valutës botërore, nëse dikur i kanë qenë në mesjet, ka pas dinar dhe dirham. Dinari i arit dhe dirhemi i argjendit. Valuta, pare, ari dhe argjend, ato i largun, fillun me letra. Mbretëria britaneze, i largun vlerat e arit dhe të argjendit. I kanë rujt për vete. Po pra, prej vlerës së letrës, transferimi është bo në Amerikë, dhe nga Amerika tash po na lon congël. Të është me numra. Kështu. Dhe a i dëgjalli, po jam marrë një shembull juve dhe audiencës ju i të respektume, nëse Arjan Islamniku prap është i padëgjushëm si në pandemin COVID-19, që qohët në protesta, e qonë qeverin e Kosovës në gjykat kushtetuse për vendimin për vakcinim me detyrim, e tjerë, qa ndodhë me Arjanitin, a i bosi pe Jerusalemit, me një klik trak, komplet gjirlogarin teme digitale e bjen zero. Kufizimin tem për lëvizje, ma ndalë. Pse? Mi anullon të gjitha letërnjoftimet dhe pasaportat. Qa ndodhë me mu? Kjo është digitalizimi. Po kjo pra. Kontrolli total. Teoritë konspirative që i kam dëgju këkëve të fundit, edhe të cilat flasin vërtet për një liri shpirtnore, edhe shofqin përgjithsin këtë botën temet astrologjisë, edhe të njerëzve që unë ndjeki, është një alarm i përgjithshëm që po e hupim njerëzimi, po e hup njerëzillykun, të drejten me jetu si njerëz gjallë përmes digitalizimit e gjitha këtyre proceseve që po thua edhe ti. Çka është shqetësuese edhe çka unë e shoh si problem, sepse po thojnë që kena a mendon edhe ti edhe a mendon edhe ata merr mendja që ka marrë një kohë kur inteligjenca artificiale ka mi kry shumicën e punëve, na kena me marrë të gjithë një rrogë social vetëm pse ekzistojmë, kanë qenë shtetet aq të zhvilluara që të gjithë kemi me marrë një farlloj rroge vetëm të nej, vetëm pse ekzistojmë. Për me na majt në kontroll, jam të folë. Tonë kohën për me na majt në kontroll. Mas pari du të me kuptu një fakt. Çfarë ju desh njerëzimit një inteligjencë artificiale? Një. Unë këtë shpjegoj me astrologji, është koha e ujorit edhe ujori është informat. Njerëzit sot gjaja ma vlefshme është informata. Nëse është koha e informatës, kur njerëzimi nuk ka qenë ma i dezinformum. Sepse ka informata shumë. Jo. Sepse po na mungojnë informatat? Ka informacion, po nuk ka filtrim të informacionit. Filtrim. Ose ka rrena shumë jetë, dash me thënë. Po dezinformim, thashë. Nuk ka filtrim të informacionit një, dhe e dyta ka bombardim me informacione dhe bombardimi me informacione të sjell në fazën e një depresioni kolektiv që është ndodh prej 45-ës e deri më sot në Shqipni. Po. Ata mendojnë që jetojnë në një sistem demokratik, të vlerave demokratike, në fakt janë në totalitarizëm. Na i shofim ata ashtu, ata e shofim botën pak ndryshe edhe vetën. Javën e kalume kam kriju një debat ku kam folë për inteligjencën artificiale edhe potencialisht frikën prej saj. Shumica panelistëve ma kanë kthy duke më thënë që inteligjencën e kena kriju na. Po jo të gjitha gjanat të cilat njerëzit i kanë kriju kanë qenë të mira për njerëzimin. Njeriu ka kriju edhe bombën atomike. A është inteligjenca artificiale në fakt një farë mënyre autodestruktiviteti i jonë, duke marrë parasysh që është ma inteligjente se na. Nëse diçka është ma inteligjente se na, atëherë a duhena me ofrigu asaj?
mas pari du të me ditën forma se si është kriju inteligenca artificiale. Se dje qysh e kanë spjegu ata, po unë po e spjegoj në formën time. Forma se qysh është kriju inteligenca artificiale është kjo. Jënë mbledh të gjitha search engines, makinat e kërkimit në botë, Google, Fox, e tjera. Kompanitë ndryshme, po? Po, ato janë mbledh dhe këti programi, këti projekti ChatGPT i kanë thonë që në çfarë do mundësie dhe rasti ti qasje pa rezervë dhe pa kufizime në këto search engines, në këto makinat kërkimit. Dhe të gjitha lajmet e prodhuara me vite të tona, për profile të ndryshme. Këtu nuk është vetëm Rusia? Jo, absolutisht, kjo është agjendë e Dexhallit. Kjo s'ka të bëj me Rusi, me Kinë, me Amerikë. Kjo është agjendë për kontrollin total të njerëzimit dhe të botës nga 2023 e këndej. Shikone transformimi. Pse po dojnë me na kontrollu? Për çka i vyn kontrolla ndaj njerëzimit? Kontrolla, shikoni. A janë këta agjenta mrena rrudullit toksor njerëzore, apo mund t'jenë edhe alien? Ka të bëj, s'ka alien. S'ka alien? S'ka alien. Nuk ka alien se s'ka planetet që njerëzimi ka vizitu, planetet tjera, apo nga planetet tjera që ka nërë në tokë. Nuk ka fakte që ka alien? Po s'ka. S'ka asë një. Atëherë, pse njerëzimit i vyn total kontrol ndaj njerëzimit? Sepse besimi hebrej është keq interpretu nga pseudo-hebrenjët, nga këta kazarët që për ju thumi na, që Talmudi e thot këto, që përveç hebrenjve, të gjithë popujt tjerë janë gojim. Gojim janë gjallesa. Që i bjese, përveç hebrenjve, që thot ne jemi populli përzgjedhun, të tjeret janë gojim, gjallesa, që i bjese, përveç hebrejve, të gjithë të tjeret janë të barazvlefshëm me kafsh. Të gjithë popujt e botës, dëbardë, zit, koq, dverë, çfarë e dush, janë të barazvlefshëm me kafshët. Dhe këta, Talmudi këto e thotë, s'pe thot Arian Islamniku, dhe këta të gjithë gojimët janë në shërbim tonin. Këto e thot Talmudi. Dhe këta e kanë pra doktrinë fetare me cilën Dexhalli apo Antikrishti apo Mesih i hebrejnve ka me qeveris botën. Pra është ideologji fetare, jo për diçka tjetër, në nështrimi total ndaj tyre. Dhe kjo do të ndodhë vetëm atëherë kur në lindjen e mesme do të ketë një virus të madh që po pritet nga maji i vitit 2026 ta kaploj atë pjesë të lindjes së mesme, sepse këta kanë arritë që të krijojnë virus laboratorik për kodin gjenetik të specifik të një populli. Ti po paralajmëron që kena pas një tjetër pandemi? Po. Maj 2026. Çfarë ka me qenë diçka si... Ajo më fatale, 10 fish më fatale se COVID-19, sepse COVID-19 ka qenë një test dhe një metod e mbledhjes kolektimit të mostrave të ADN-ve të këtij popujve në botë. Përmes strishove që i futshin hund. Ato mostra të strishove kanë qenë PCR test që s'ka lidhje me COVID-19-in. Këto e kanë konfirmu mandej pastaj pas pandemisë edhe Anthony Fauci edhe CDC-ja, që testi PCR s'ka pas lidhje me COVID-in, por shpikësi i testit PCR, prona e shpikjes së testit PCR, ka vdek në shtator të 2019-s, në nëntor vjetor që ka fillu, është Karen Mullis. Karen Mullis
e kanë gjetë të vdekur në shtëpinë e tij në shtator 2019. Në nëntor, dhjetor të 2019 filloi pandemia. Në mars të 2020 mirët vendim që strisho PCR të mirët si përbazë për testet e Covidit. Dhe në mars të vitit 2020, testi PCR i kalon në pronësi Michael Rothschildve. Dhe Rothschildët, pastaj, përmes OBSH-s, e kanë bo tubimin, mbledhjen, kolektimin e disa mostrave në Gjermani, në për qytetet e Gjermanisë, në për qytetet e Francës, në për qytetet e Kosovës, Serbisë, dhe i kanë tubu të gjitha mostrat e botës, të ADN-ve në botë. Sot, zyrtarisht, në 2024-ën, Netanyahu, personalisht, thot e konfirmon se Izraeli, qeveria jonë, i ka mostrat e mbi 100 popujve në botë. Mostrat e ADN-s të mbi 100 popujve në botë. A i s'mund me thonë të kejt popujve në botë. Po e tregon se ata kanë. Sot kanë arrit që të shpikin, të krijojnë një virus, një bakterie, për kodin gjenetik specifik. Dhe më thonë që kanë mushu kombe në botë? Popuj, kombe është tjetër zemë, popuj. Popuj kanë mushu specifikisht? S'kan mushu, po ka mera numri tyre drastikisht. Shemull nga 200 milion, nëse jonë kanë mera në ashtan 3-4 milion, sepse ata për me qeveris botën e kanë edhe një agendë dhe një plan tjetër, uroj të mos jetë e vërtet edhe të mos realizohet fare, por 3-4 e botës me i largu, 1/4 me mbet dhe ata pastaj më let me qeveris. Nga Izraeli, nga Jerusalemi. Arjane ti e besimtar? Po. Atë që kam mësu në pjetës teme, e di që disa gjanat bëhen me lejen e Zotit, e disa tjerat me bekimin e tij. Po. Me leje bëhen vetëm gjanat të cilët na këmbgullim edhe jemi kokfort. Po. Ai na lejon për të na dhënë një shkollë ose një mësim, edhe me bekimin e Zotit vijnë të mirat të cilat i kena meritu. Nëse e besimtar, ku po shkon njerëzimi, a është na braktis Zoti neve? Zoti nuk e braktis asnjë njeri, asnjë krijesë të tij. Ne e kem braktis Zotin. Njerëzimi e ka braktis Zotin. Unë i takoj besimit musliman. Studimet e mia që nga viti 1992. Shkolla fillore e imja, klasa e 8, është e përfunduar në Anne Marie Frank në Mettmann të Gjermanisë. Studimet e gjuhës gjermane, gjithashtu, integrimet evropiane, gjithashtu fakulteti 2 dhe marrëdhëniet ndërkombëtare master në Nice të Francës. Por, vend ku jom shkollu dhe jom kriju me këtë profil akademik në Evropë, i cili sot, kjo Evropë e cila e ka lëshuar rrugën e besimit të cilin e ka të krishterë, katolik. Në Holland kom jetu 3 vite, kom qenë punëtor social për refugjat e Kosovës. Në Holland kom has kisha katolike të shëndruara në pishina të mbrendshme. Pishina dimrore. Kishat e shumëta janë shit edhe janë shumë e qira për diskoteka edhe bare në Angli edhe në për Evropë. Pra, besimin në Zotin, në Krijuesin, qofti krishterë, qoftë musliman, qoftë çfarë do qoftë besimi tjetër, që ka besimin në Krijuesin, se dikush i ka kriju, unë besoj që kjo është
një vrejtje shumë e madhe dhe rrezik i madh për njerëzimin. Lëshimi i rrugës së Zotit. Prandaj Zoti neve nuk na ka lëshu. Ne kem dalë jashtë rrugës tij. Ton ato vrasje, masakra vetëm në Ballkan, vitet e 90-ta. Ton ato vrasje pastaj në Afganistan, në lindjen e mesme. Për çfarë? Ato janë krijesa. Ka kriju dikush, që edhe ty t'ka kriju. Ku je ka shkon? Është një thonje e mirë në Kur'an. Në Shqipe është pak me kuptim pak ma zgjerum, po që vlen për mu gati çdo ditë e përkujtoj. Ka po shkon? Ka je nis? Ka je të shku? Ja vlen edhe për Arianitin kjo, edhe për Zojen Antigon, po edhe për popuj, edhe për shtete, edhe për besime. Ka po shkon? Ka je të shku? Te na thojnë ku po çon mushka. Pra, ka jem ka shkoj. Edhe si individ, po edhe si shoqni, si familje. Luksin të cilin e gëzojmë sot shqiptarët, e Kosovës, standardin e jetësor, kur asnjëherë asnjë gjenerat se ka përjetu. Jo me përjetu, as me imagjinu s'ka mujt. Po ato pasuni, e ato shtëpi të bukura, e atë standard jetësor, e ato vetura, zbrasta. Zbrast. Se na u ka zbrast zemra. A na u ka çup, po, a na çupesh që thonë popullin. Po këtu jem po du me dalë. Pra, jem qu nga razia e Zotit. Ai na ka dhonë tonë këto të mira, në vend se me i gëzu me njëri tjetrin, me të gjithë, me dashamir. Ne po kërkojmë që ka shtëpia ku e shive. Ka hy e keqja ndërmjet veti dhe kjo nuk kupton se është qu razia e Zotit që ka ardhur mbi ne, është largu. Ne e kem largu, sepse ne e kem shu rrugën e tij, të atij të madhit. Pra, unë kështu të paktën muj me përkufizu këtë. Edhe nuk do doja që ta prishi këtë çka the, me çka do që të thoja për mas. Unë falenderoj që ke qenë pjesë e këtij emisioni, ishte kënaqësi e veçantë me të pas në studio. Kënaqësia gjithmonë është e imja, veç mas kur kem kësi tema emocionale të ndihshme dhe kaq serioze. Falenderoj shumë. Miq, faleminderit që ishit me madam. Unë sonte kesh me Arianitin, unë nuk kënaqa për vete, inshallah kënaqeni edhe ju. Faleminderit edhe na ndiqni.